Në një ngjarje që përfaqëson fundin e epokës së mjekësisë tradicionale dhe lindjen e një epoke të re, Kina ka hapur zyrtarisht spitalin e parë në botë të menaxhuar plotësisht nga inteligjenca artificiale, me 14 mjek virtual të trajnuar nga sisteme të avancuara AI. Ky institucion shëndetësor nuk ka nevojë për staf njerëzor, as mjek, as infermier, as recepcionist. Spitali është ndërtuar si një qendër eksperimentale, ku teknologjia jo vetëm zëvendëson njeriu, por e tekalon atë. Aktualisht, ky spital i veçantë trajton mbi 3000 pacientë real në ditë, duke ofruar shërbime të menjëhershme, pa pritje dhe me saktësi të lartë në diagnozë. Ky nuk është më vizioni një filmi fantastiko-shkencor, është realiteti që Kina po ndërton me ritme maramonce në një garë globale ku inteligjenca artificiale bëhet arma kryesore për dominimin teknologjik dhe ekonomik. Ajo që e bën këtë projekt edhe më të frikshëm për vendet e tjera është ambicia kineze për ta eksportuar modelin në vendet që vuajnë nga mungesa e mjekëve, fondet publike të pamjaftueshme dhe korrupsioni në sistemin shëndetësor. A jemi gati të na operojë një robot në vend të një mjeku? Ky zhvillim e vendos botën në një udhkryq etik, ekonomik dhe politik. Ndërsa perëndimi ende debaton mbi rregullimin e inteligjencës artificiale, Kina ka futur atë në thelbin e sistemit të saj publik, duke i dërguar një mesazh të qartë botës: kush kontrollon teknologjinë, kontrollon të ardhmen.